Aeroporti i Gjakovës do të funksionalizohet me 2 shërbime bazë, kargo dhe për udhëtime me kosto të ulta. Kjo është një premtim, një zotim i kandidatit për kryeministër të Kosovës, Albin Kurtit, që është bë në vitin 2021. E ka fjallën për këtë aeroportin këtu. Për momentin, ky po thotë që në mandatin e tij në këtë aeroport ka me pas fluturime, edhe kargo edhe fluturime komerciale. Për momentin këtë aeroport ka ushtar të FSK-s edhe do baraka pothuajse të demolume, pothuajse të amortizume për tokë. Për kryeministrin Kurti më shku në Cyri edhe më ju premtu bashkëdhetarëve ma pak gaz prej termocentraleve, po duket gjë e lehtë. Ndihma më e madhe që kryeministri Kurti kish mujt me ja u bë diasporës që jeton në Zvicër, në Gjermani, kudo nëpër Evropë, kish me kon funksionalizimi i këtij aeroporti. Prishtina, kushdo që fluturon prej diasporës në Ballkan, pra në Kosovë, në Shqipëni, e din mirëfilli që fluturimet më të lira janë në aeroportin e Tiranës, sepse rritja, shtimi i numrit të udhëtarëve në 12-13 milion është disproporcional, domethënë po kallëzon që njerëzit po shkojnë atje e nuk po shkojnë në Prishtinë. Me funksionalizu qët aeroport i kish kushtu Kosovës prej 40 deri në 80 milion euro. Pakoja e ndihmave që ju kanë dhënë qytetarëve të Kosovës këtë herë në fundit është 150 deri në 200 milion. Pra, kur i merrni ato 100 euro që keni më shku në supermarket me ble, unë e di që një numër ju i keni nevojë për këto, ama dijeni që sa po hjek një aeroport, sa po hjek rruga për Gjakovë, sa po hjek autostrada për Gjilan, një qeveri vendos apo don infrastrukturë, apo don me shëndru shtetin në skemë sociale. Kjo aeroport është në gjendje më të keqe se sa e ka marrë në vitin 2019-2020 kur i ka fituar zgjedhjet. Premtimi për ndërtimin e tij nuk është mojt. Për me realizu, për me bë funksional, aeroporti i Gjakovës e ka pistën 1700 metra të gatë, apo tingëlloj pak si Albini, 1700 metra të gatë, e ka pistën 30 metra të gjanë. Pra është pistë e mjaftueshme për fluturime të avionave që janë, si më thonë qita, Wizz Air, EasyJet, Ryanair etj. Mirë, po këta kanë vendos mos me investu, kanë vendos që të parët e aeroportit, parët e rrugës për Gjakovë, parët e rrugës për Gjilan, cilat kanë me të papërfundume, me i dhonë ndihma sociale. Ka 100 euro në 4 vjeta, në 3 vjeta, varësisht për i zgjedhjeve. Mundet me i dhonë qeveria, mundet me vendos krejt investimet kapitale me i qunë ndihma, mundet me vendos që infrastruktura publike me u amortizu, mos me u bo, që shka ndodhë rasti këtu. Mundet me lanë që biletat më shku 300 euro, 400 euro, 500 euro, 600 euro, për shkak të monopolit që e ka aeroporti i Prishtinës.